Tridhjetë ditë të mbushura me aktivitet, gëzime të qeshura, aktivitete por dhe kujtime pafund për fëmijët, sot i vjen fundi kampit veror i Buzëqeshim Verës. Me një festë të gjithë të madhe me të gjithë grupet, me 5 grupe të mëdha të qytetit, të cilët grumbulluan gjithsej rreth 300 fëmijë që morën pjesë në kampin i Buzëqeshim Verës, të shpërndarë në 5 pika të qytetit, në 5 qendrat e tona komunitare, si dhe në njësinë administrative rrethina. Ishte një verë e paharrueshme, e mbushur me aktivitete që Bashkia Shkodër gjithmonë vën fëmijët të parët. Gjithmonë jemi këtu për t'i dhënë atyre buzëqeshje, por dhe kujtime pafund gjatë sezonit veror.